Jashtëquajturi biznesmen ndërtimi, të cilin e morën peng në zemër të Tiranës më 21 mars dy vëllezrit Jurgen dhe Kevin Neza, 28 dhe 25 vjeç, dhe djali i Xhaxhait Hysen Neza, 33 vjeç, me qëllim për t'i marrë 2 milion euro, në fakt është bosi i call centrave Florian Sura, i skeduar për mashtrim me pasoja të rënda, grup kriminal dhe pastrim parash në ndërtim. Pengmarrja e Florian Sulës është një akt kriminal, me sa duket i kryer nga një grup kriminal, por nga ana tjetër, edhe Florian Sula u ka zhvatur miliona euro qytetarëve evropian përmes mashtrimit të shumë fisht me pasoja të rënda. Krahas arrestimit të pengmarrësve, policia duhet të nisë një hetim edhe për Florian Sulën, si u bë biznesmen pa mbushur 30 vjeç, çfarë biznesesh ka dhe në emër të kujt i ka, cili është burimi, me çfarë aktiviteti është marrë e të tjerë. Po kush është Florian Sula? Një nga antarët e bandës së padukshme të Amant Josifit dhe Vlladi Malaj është pikërisht Florian Sula nga Divjaka e Lushnjës, ende aktiv me celulat call center, por i angazhuar në pastrimin e parave me ndërtime në Bregdet. Për shkak të aftësive të tij menaxheriale dhe njohurive në kompjuterike, Florian Sula u kthye në një nga personazhet e nëntdheshëm kyç të zhvatjes së miliona euro qytetarëve evropian përmes mashtrimit të investimit të rrem në bursa. Edhe pse figuron pas një historik biznesi dhe pa të ardhurat të likshme, Florian Sula ka investuar vitet e fundit qindra mijëra euro në pasuri të paluajtshme nga Tirana në Bregdet, ndërsa i ka shpëtuar deri më sot të gjitha hetimeve të SPAK për grupet kriminale në fushën e mashtrimit. Mjeshtri i Forexit Florian Sula, derivati Josifit, vitet e fundit me paratë e siguruara përmes mashtrimit me pasoja të rënda, ka bler prona me vlerë qindra mijëra euro nga borshi deri në himar. Pronat janë bler me qëllim zhvillimin e tyre për të ndërtuar hotele dhe vila, një formë kjo masive për pastrimin e parave të pista. Një burim policor, i cili po monitoron Florian Sulën me kërkesë të agjensive të huaja ligjzbatuese, tha se Florian Sula, për të kamufluar pastrimin e parave që janë produkti i aktivitetit kriminal, ka përfshirë në skem njerëz të afërt dhe të besuar. Ndryshe nga shumë bos call centrash që kanë hequr dorë nga skemat e mashtrimit dhe po pastrojnë qetësisht parat pista në ndërtim, Florian Sula vijon të jetë aktiv në aktivitetin kriminal të mashtrimit me investimet e vreme në bursa, duke pastruar në të njëjtën kohë parat që janë produkti i aktivitetit kriminal në bashkëpunim dhe kamuflim me disa biznesmen të njohur. Pengmarrja. Autorët Jurgen, Kevin dhe Hysen Neza mësohet se kanë monitoruar me kujdes të gjitha lëvizjet e kryera së fundmi nga Florian Sula, i kthyer rreth 2 muaj më parë në Shqipëri. Ngjarja e rëndë ka ndodhur pranë zonës së Ish-Parkut në Tiranë, ku Sula ishte duke pirë një kafe. Sapo është larguar nga lokali dhe ka shkuar drejt makinës, 3 autorët janë afruar. Njëri prej tyre ka qenë me kapele dhe syze, ndërsa 2 vëllezrit me maskë farmacie dhe syze. Ata u prezantuan si agent të BKH-s dhe përmes këtij mashtrimi e detyruan të hipte në makinë dhe e dërguan në një magazin në zonën e Xhavzotajt. Fillimisht, i kanë kërkuar shumën prej 2 milion eurosh, por biznesmeni Sula ka refuzuar duke u thënë se nuk kishte para. Pas refuzimit, e kanë dhunuar fizikisht dhe kanë ulur kërkesën në 500.000 euro. Edhe kjo shumë është kundërshtuar nga biznesmeni, i cili ka deklaruar se nuk disponon para të tilla. Nën presion, autorët kanë zbritur kërkesën në 500.000 euro. Në këtë pikë, ata e liruan me kushtin që të siguronte shumën e kërkuar. Sula është mbajtur gjithë natën në magazin në Xhavzotaj, duke u dhunuar në më pas, në mëngjes është lënë i lirë me qëllim që të shkonte të merrte parat për t'ju adorzuar. Menjëherë pas lirimit, biznesmeni 32 vjeçar i është drejtuar policisë, ku ka denoncuar me detaje të gjithë ngjarjen, duke i vënë në lëvizje për kapjen e autorëve. Identifikimi është bërë nga kamerat e sigurisë për gjatë zonave ku kanë kaluar, pasi gjatë gjithë kohës kanë qenë të maskuar dhe të veshur me të zeza. Sektori për hetimin e krimeve të rënda, në drejtimin e prokurorisë, në bashkëpunim me forcën operacionale dhe forcën e posaçme Shqiponja të Tiranës, në vijim të kallëzimit të bërë nga një 32 vjeçar, i cili deklaroi se më datë 31 mars 2026, 3 shtetas në bashkëpunim me njëri tjetrin e kishin marrë me forcë dhe e kishin mbajtur për disa orë në një ambient privat ku e kishin kanasuar dhe ushtruar dhunë ndaj tij, organizuan dhe finalizuan operacionin policor të koduar Hijet. Pas kallëzimit të biznesmenit, policia e Tiranës organizoi operacionin Hijet, në të cilin u arrestua njëri prej vëllezërve, Kevin Neza, dhe kushëriu Hysen Neza, ndërsa në kërkim u shpall Jurgen Neza. Policia gjeti dhe sekuestrua 5 automjete luksoze, 5 celular, një shumë parash dhe sende të kundërlikshme, të cilat do t'i shërbejnë në vijim hetimit për të zbardhur ngjarjen e rëndë.